Nuk është hera e parë, për fat keq, dhe po të regon që s'do t'jetë as hera e fundit, kur ligjet shpërfytyrohen, kur Këshilli Bashkiak në një nga ditët e tij dhe takimet e tij më të mprekta, mbi çështjet më të mprekta, si kundërshtë ajo e sistemit dhe paketës financiare për taksat dhe tarifat vendore, për të shmangur, ashtu si dhe në datën 30 dhjetor, transparencën dhe përballjen reale me bizneset që ishin këtu jashtë, me tentativën për të mos patur të pranishëm përfaqësues të bizneseve pavarësisht në sistemit ton, por sigurisht për te logjikës që përcakton kushtetuta, çfarë kishte për të trembur dhe për të fshehur. Kush ishte projekt akti që ne propozuam që në fillim, rishikim të gjithë paketës fiskale, jo negociata të fshehta, të pa autorizuara të zotit Veliaj, që si kundër e shikoni, as ato nuk i mbajti dhe nuk i respektoi. Kërkuam heqjen e taksës antikushtetuese për infrastrukturën arsimore. Nuk ka vend në botë që të vdes biznesin, sepse është biznesi që gjeneron të ardhura, është biznesi që gjeneron punësim. Jemi në kushtet ku ne si këshilltar do të rishikojmë seriozisht marrëdhëniet tona me Këshillin Bashkiak.